Dhe kjo e oligarkëve dhe faljes dhe sjelljes së njerëzve me lek nga qyteti për të pushtuar malet është një imagjinat që e dominon opinionin negativ lidhur me paketën e maleve. Një tjetër thot në zonat malore si Thethi dhe zonat e tjera duhet ndërtojnë vendasit që të përmirësojnë jetesën e tyre dhe jo t'ju jep një leje ndërtimi biznesmenve të preferuar. Shqipëria dhe toka e Shqipërisë u takojnë shqiptarëve, nëse këtë e kemi dëgjuar shumë kohët e fundit. Pastaj një tjetër thot oligarkët ndanë me llokma Bregdetin, tani dorin ndani dhe malin. Pastaj një tjetër thot paketa e maleve është domosdoshme, është e kohës, por me ligjet dhe drejtës pronarëve të vërtet dhe jo me uzurpuesit. Dhe eksaktësisht që të mos zgjatem, këtu po e rimar arsyetimin. Paketa e maleve është eksaktësisht e kundërta e të gjitha këtyre që thuan. Eksaktësisht e kundërta. Paketa e maleve nuk është as për uzurpues, as për biznesmen që nuk kanë lidhje dhe nuk kanë marrëveshje me ju, as për oligark, as për asgjë tjetër, përveç se për të vënë në lëvizje ekonominë e trashëgimtarëve të pronave në territore ku toka nuk është ndarë sipas 7501-shit, sepse ju dhe të tjerët në këto territore nuk e kanë pranuar 7501-shin, e kanë ndarë tokën mes veti, me kufit e vjetër dhe përgjithsisht, jo gjithmonë, por përgjithsisht nuk kanë konflikte me njëri tjetrin, por dhe për të adresuar aspektin tjetër që ka të bëjë me territore ku nuk ka, siç është këtu për shembull, asnjë mundësi tjetër zhvillimi përveç turizmit. Kjo është paketa e maleve, nuk është asgjë tjetër. Dhe këtu jemi eksaktësisht në një tokë trashëgimtarësh. Dhe këtu janë ftuar edhe të tjerë, në mos gabohem, të cilët mund të marrin fjalën dhe të prezantohen dhe të tregojnë që janë aplikantë, kanë marrë përgjigje pozitive dhe nga vinë dhe pse vinë kaq vonë në këtë moment të zhvillimit pronës tyre. Asgjë tjetër nga këto që thuhen nuk ka asnjë lidhje me të vërtetën. Dhe du të them dhe gjë tjetër sepse është hera e parë që vi këtu mbas tritolit që thot ajo zonja. Është tërësisht e pavërtet dhe ju jeni të gjithë dëshmitar që unë kam ardhur këtu dhe kam thënë vazhdoni ju ndërtoni se ne do i